sipas së cila është baza ligjore për paraburgosin e pretenduar mund të arreston personat të cilët perceptohen si rrezik i sigurisë. Nuk ka asnjë dyshim që një person që përbën rrezik mund të ndalohet. Dhe pastaj pavarësisht nëse është akademik, pavarësisht se nuk jam dakord pasi keni ngritur atë edhe në paragrafin 380 të dosjes përfundimtare ku thotë që dy gazetarë serb të cilët u arrestuan dhe citoj për një arsye ushtarake legjitime pasi ato po hynë në ndërtim të një zone aktive të konfliktit, UÇK-ja ka patur arsye të qëndrueshme për të dyshuar që ato ishin spion serb dhe më pas keni thënë që të kishin lidhur me Tanjugun, që është një agjenci lajmësh shtetërore e lidhur me qeverinë serbe dhe edhe në këtë rast nuk po flas për synimin e përbashkët, po flas për të drejtën humanitare ndërkombëtare. Duhet t'ju pyes, argumentoni ju se UÇK-ja si një grupi i armatosur jo shtetor ka patur të drejtën për t'i arrestuar këto dy persona për arsye ushtarake apo të sigurisë, nëse po mbi bazë ligjore e thoni këtë. Ndoshta mund të fillojmë me të drejtën humanitare ndërkombëtare kanonore apo në bazë të traktatit. Ekziston një dispozitë veçantë për këtë? Edhe një herë, miqtë, çfarë përsëris, arsyeja sepse kemi ngritur këtë është se në fazën paragjyqësore është se sipas ligjit jugosllav lejohet një gjë e tillë. Kur ZPS-ja erdhi dhe tha që nuk e kundërshtojnë këtë gjë, ne gjatë gjithë gjyqit nuk e ngritëm këtë çështje. Për ta ngritur tani, kjo është një cenon pozitën tonë, pasi ishte kjo një çështje të cilën e kemi hequr nga tryeza e bisedimeve në bashkëbisedim me ZPS-n. Dhe gjykatësi Smith e ka pyetur në mënyrë të drejtë për drejtë zotin Halin kur tha a keni apo kundërshtoni të drejtën për të paraburgosur, dhe ai tha jo. Një çast ju lutem. So sipas nesh, po, kishte arsye për të burgosur, ekzistonte një bazë këtë në bazë të ligjit të brendshëm, çështjet e së drejtës humanitare ndërkombëtare nuk kanë ngritur në këtë çast dhe nuk kemi patur njoftim të mjaftueshëm për të na treguar se kjo çështje do të diskutohet aktivisht tani. Before I turn to Përpara se të pyes prokurorin, duhet të pyes mbrojtjen e Veselit. Miqtë që kanë ndjes dha një shërim gjykatësi Barte. Ky diskutim është në faqen e transkriptit 2216-2217. Gjykatësi Barte, zoti Dixon, nëse nuk gaboj, keni diskutuar këtë çështje në dosjen tuaj përfundimtare në paragrafin 345, me fani 354, lidhur me paraburgosin e 8 ushtarëve të armatës jugoslave në janar të vitit 1999, që tha që nuk ishte veprim kriminal. Zoti Elis bëri një koment të ngjashëm kur tha se nuk ishte asgjë të gabuar në paraburgosin e ushtarëve të jugoslav. Zoti Dixon, mund të shpjegoni fillimisht sipas jush cila është baza ligjore për paraburgosin e pretenduar të të ushtarëve të ushtrisë jugoslave nga UÇK-ja. Dixon, faleminderit në ruar gjykatës. E drejta humanitare ndërkombëtare për konfliktet armatosur ushtarake parashikon që mund të arrestohen personat të cilët perceptohen si rrezik i sigurisë. Kemi cituar para shtrimit të mëparshëm që kemi bërë këto. Kemi përmendur vendimin Perliç në mënyrë të posaçme ku bë e qartë se aktivitetet e dëmshme sa përket sigurisë në një vendi, në këtë rast të UÇK-s, apo në rastet kur ekzistojnë arsye legjitime, mund të çojnë arrestimin e personave të cilët përbëjnë rrezik të sigurisë, dhe kjo në varësi të aktiviteteve, njohurisë apo kualifikimeve që kanë. Pra në qoftë se këto persona përbëjnë rrezik ndaj sigurisë tani apo në të ardhmen, mund të paraburgosen. Mund kam cituar nga Perliç. Është e drejta zakonore e njohur edhe në jurisprudencë. Nuk trajtohet kjo në mënyrë të veçantë në protokollin 2,
por në rastet e konflikteve të armatosura të ushtarake, kjo mund është të bërë pjesë e legjislacionit i cili zbatohet edhe në zonët në rastet e konflikteve të brendshme të armatosura. Pra nuk ka asnjë dyshim që një person që përbën rrezik mund të ndalohet. Nuk bëhet fjalë këtu për raste për kushte paqe, kur mund të flitet mund të ndalohet një civil apo jo, bëhet fjalë për kushte lufte. Dhe kushte lufte mund të ngrihet. Prokuroria duhet ta provojë në secilin për këtë raste që një person ka përbërë një rrezik ndaj sigurisë. Gjykatësi milionit të ndërpres. Ju përgjigjit pyetjes sime. Pyetja ime vi ju si ka të bëjë nëse ky rregull që përmendet ju e drejtë zakonore ndërkombëtare a mund të zbatohet edhe sa i përket aktorëve jo shtetërore. Dixon po. Jurisprudenca të përgjithshme ka konfirmuar një gjë të tillë. Pra mund të zbatohet për të dyja, edhe për shtetin, edhe për entitetin i cili është pjesë e një konflikti të brendshëm të armatosur. Ne nuk ndryshojmë ligjin në këtë drejtim, nuk po argumentojmë këtë. Në një konflikt të tillë mund të bëhet arrestim për këtë arsye, të cilat do të duhet të vërtetohen dhe në momentin e arrestimit personi do të trajtohen në mënyrën e duhur. Gjykatësi Barte, zoti Dixon, besoj se e dini që ekziston një debat sa i përket së drejtës humanitare ndërkombëtare apo së drejtës ndërkombëtare në përgjithësi, nëse ne jemi përbashkët 3 dhe ligjet e tjera në bazë të traktati kanë një bazë ligjore të brendshme për të internuar dhe këtu po flas për nenin 3 dhe për protokollin e dytë të shtesë për të folur nëse këto konflikte të armatosur këto instrumente ligjore mund të shfrytëzohen në një konflikt të brendshëm të armatosur. Bëhet fjalë që një njohje e tillë të mos krijojë një bazë ligjore për ta ndryshuar legjislacionin në këtë drejtim apo jurisprudencën. Dixon ju përmenda çështjen penale në TPN-je, ku thuhet që të dy këto dispozita zbatohen njësoj si për një konflikt të brendshëm të armatosur. Këtu nuk po flitet për mënyrën si të rregullohet me ligj për procesi para abrogimit, por që të jetë në përputhje me dispozitat të cilat zbatohen në rastin e konflikteve të armatosura, në rastet kur ka shqetësime legjitime të cilat krijojnë edhe të drejtën për të paraburgosur një person të caktuar. Çështja se çfarë ndodh më pas është e qartë, ato duhet të trajtohen në mënyrën e duhur dhe njerëzore. Dhe kjo është çështja e kësaj që aspekti që del para kësaj çështje gjyqësore, pra nëse ka patur njohuri paraprake dhe është pjesë e një NKP këtu. Por nuk duhet që ta zvogloj rëndësinë që ka kjo çështje, por është një proces i cili është diskutuar nga gjykatët më parë. Në rastin e konfliktit armatosur, do të duhet që të mund të vlerësoni rreziqet e palës tjetër dhe të keni mundësinë e paraburgosjes vetëm për këtë arsye. Gjykatësi nuk duhet që t'ju kërkoj juve që të më jepni që më citoni që në këtë moment, por nëse mund të më tregoni më vonë nëse ka praktika shtetërore të tjera përveç atyre që keni cituar nga TPN-je, praktikat të cilat të mund të konfirmojnë rregullin e së drejtës humanitare ndërkombëtare i cili parashikon që grupet armatosura shtetërore mund apo kanë të drejtën që të paraburgosin një person të caktuar. Dhe isha mirënjohës nëse mund ta citoni këtë. Dixon, në dosin tonë paraprake përmendëm një gjë të tillë. Kjo ishte në fillim kur folëm për çështjet ligjore. Dhe aty kemi përmendur një shumë praktike të cilat janë pjesë e komentit të kryqit të kuq. I kam përmend vendimin për ligj, e kemi hequr nga dosja përfundimtare për të kursyer kohën, megjithëse këtë që në fillim kur kemi bërë argumentet juridike, e kemi bërë këtë. Ka pasur edhe një gjykatë tjetër, gjykatës Shahar, i cili ka zbatuar atë. Por nëse ka aspekte të tjera dhe mund të jem specifik, mund të jap pak më vonë. Elis, nëse mund ta përmendni gjë të tillë. Barte fare shkurt. Në paragrafin 380 të dosjes sonë, ku kemi cituar raportet dhe dokumentet e kryqit të kuq. Dhe sa për ilustrim praktik.
Në qoftë se nuk ekziston mundësia e paraburgosjes, atëherë çfarë do të bëj UÇK-ja në qoftë se të ushtar armiq futen në kampin e tyre, qoftë edhe rastësisht, sipas mendimit tonë, do të duhet të kenë gëzuar të drejtën për të parandaluar në rrethanat e kohës. Se përndryshe dispozitat që citohen nuk kanë asnjë kuptim, gjykatësi barte nuk po e hidhja të poshtë doja thjesht praktika shtetërore, nuk kundërshtoja këtë, mund të ekzistojë, nuk po them që nuk duhet të ekzistojë një drejt. Le të vazhdojmë me tutje sidoqoftë.